Fshihte kokainë në lokalin e tij dhe ndante në doza përshitje, vihet në pranga 48 vjeçari. Sekuestrohen 55 doza kokainë dhe municion luftarak. Seksioni për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në kuadër të veprimeve operacionale për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, pas administrimit të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, organizoi dhe kreu kontroll në një lokal bar kafe në rrugën Demokracia në Vlorë, në posedim të një shtetasi që dyshoi për shpërndarje të lëndëve narkotike. Si rezultat u kap dhe u arrestua në flagrancë shtetasi me iniciale LT, 48 vjeç, banues të lagjen Osman Axhiu në Vlorë. Gjatë kontrollit personal dhe në ambientet e lokalit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lëndë narkotike të dyshuar kokainë, të ndara në 55 doza, si dhe 10 fishek luftarak. Materialet procedurale u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit luftarak.